Raporti OSBE-ODIR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 majit po lexohet ndryshe nga dy kampet kryesore politike në Shqipëri. Në Komisionin e Ligjeve, demokratët theksuan rëndësinë e përfshirjes së gjetjeve të raportit në rezultatet parlamentare nga institucionet e pavarura. Deputeti OER Bylik Bashi u shpreh se të gjitha institucionet që diskutohen sot janë të përmendura në raport dhe kjo do duhet të reflektohet edhe në vendimet e kuvendit. Ka një fill që i bashkon të gjitha këto rezultate sot dhe ja blen të bëhet diskutimi vetëm. Dhe ajo që i lidh bashkë është raporti ose OSBE-ODIR që ka dalë dje. Roli i prokurorisë në zgjedhje. Sigurisht që vetë fakti që problemi është real, ju ka bërë që pavarësisht se kjo është një rezolutë për 2024, keni përfshirë 2025, me drejt. Dhe jo sepse ndodhi në 2025 thjesht, sepse është përkeqësim në vazhdim, në ngritje i problemit. E njëjta gjë për SPAK-un. E njëjta gjë në lidhje me KLP-n. Pra ç'bën kjo, ndërkohë që pranohet që deri më sot ka qenë e bllokuar, nuk ka funksionuar. Nga ana tjetër, socialistët përfaqësuar nga deputeti Elezi e cilësojnë raportin ndryshe, sipas tij dokumenti përmend vetëm SPAK-un, duke e vlerësuar ngritjen e një platforme online për denoncime si një hap pozitiv. Raporti përfundimtar i OSBE-ODIR-it i publikuar një ditë më parë përmban gjithashtu 25 detyra specifike për Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, duke i vendosur kuvendit sfidën e implementimit të rekomandimeve ndërkombëtare dhe forcimin e besimit të qytetarëve tek procesi zgjedhor. Në raportin e OSBE-ODIR-it që kam parë, përmendet vetëm SPAK-u. Asnjë institucion tjetër nga ato që ju cituat. Dhe për SPAK-un thuhet që është ngritur një platformë online ku mund të bëhen denoncime dhe e vlerëson si hap pozitiv. Prokuroria e përgjithshme nuk përmend në asnjë faqe. KLP-ja që unë besoj s'ka lidhje fare, nuk e lidh as institucionalisht as tangencialisht, nuk e lidh me çështjen e zgjedhjeve.